nuk ka gru, nuk ka fmi e as familjar. Qu vetë, po mërzitna. S'po merë gjumë heq, shpesh këtë të të mjesoj. E kajtën, kanë nënë shpyrt për njëve, të në si harroj. Së më ka një mund kukush. E po duhet verë dhe imën që shtu me dollë. 10 cent, 20 cent, 50 cent. Në Ramazan, dola me lypë, një polis më ranë gjëjtë, tëngë më nali frimën. Pse po delë, Allah më nali frimën. Më së mbërë, pse po delë me lypë, Allah më më frijë. Të kutlina se s'ka kush më qëtë ujë. Vetë a zërë. E vetëmja dëshirë e bacës na e pëmisini ishte që të strehoja i në shtëpin e plegjve. Bacë, qysh po kalon këtu viti? Allah, ti e dikon. Kur qysh me thonë, ti e dikon. Qysh po kalon pleqni? No, pa s'ma muj, s'bi shtypjes, s'bi primës. S'ëm të mujtë. Vetë jam. A vetë jeton? Vetë, valla, se në borri dola më shetit pak, po s'pa muj a pikome, pi primës. Shtypja. Shtypja. Po, valla. E pse jeton vetë? S'ka me bom, e kom pas në një grupë më dishë, e mjetë pak grupë. A ki fmi? Ja, vetë, vetëm. Me ka tu s'di, vilë vetëm. A vjen dikush me të një mu me të babo? Ja, Allah zjenë më më këshyë, bële. Ja, Allah më më smetë që shtu se kanë gole. Shka, ma, ku në di këtë zemë asët? Kur ku zjenë më të këshyë, bële, ku i? Te e sa të monë palo i qesë poshtë. Poshtë i qesë, më s'di me lo. Dora më ka krizë, e kom të krizë të dorën. Dorën e kom të krizë nga krizë. E kom pas në gips, e kom ikë, se në dorishna. Ma kalë ke flokë. Në gips. E të regon bac, a të një mund dikush, a vje me të babo, ose diqka, kiko ishi? Për Bajram, jo metë ku kërkon. U këshësha ma mos po vjen në kështë në esilë për shfarti. Vallohi, jo, ditë marov njën, matë po vjen atë jo. As më i rahmeti që shkoj, as këj kurban baromi. Ma spet që shtu. Jo, vallohi. Jo. A kina i familjar, dikon që vjen me të këshirë? Jo, be, më kanë dek, 2 muët e i kom po, vlasnija më kanë dek. S'kam kërkon mo, nona më kanë dek, po, jo mirë vetë. Më kanë shku të vjetë. Në cilin katon të vitis jeton? Në Drobesh. Në Drobesh? Në Drobesh të vorët aty, kushtit të nxoja. A nuk ka njerëz të katunit aty që vinë me furë, me nejt? Ka mosit e në aty talëm këtë, shfate, të vetë kërbe, ka që shetë katunë u ko, plët, i në përzi aty, shfate. E këtu pse ke dalë sot në qytetin e vitit? Po se në përri, se po më vjenë zhek, më shetit pak u vla ditë, kështë më shetit pas po mujë. E sa është largë katuni jotë prej qytetit këtu, me qka ke ardhë? Gjysore. E me qka ke ardhë? Një kjerë më punë të patyre, të patyre së të në jera. Po, së Të regon pak sa vjet i ki? 77. 77 vjetë? Po, që të njërtimin të e kom. 77 vjetë dhe jeton vetë? Vetë, valla. Sa me bo. Kur t'ka dekë gruja? Dronë, që 6 vjetë. Dronë i ka hypë, se në po marrë e dronë. Se stojnë po marronim. Se s'muj me pagune, 120 euro. Shka bon me 120 euro? A boka, a struja ku qo? Po marroni strujnë jo. Po, valla. Ta kekit vëtinës. A ka ndodhë najherë me të një mu nëj familje, najherë për Bajram ose për diçka tjetër? Kur, do Bajram a shkun, unë kështër apësit, këtë këtë pisin, unë në të në shpep, liva një buqë aty. Da darë këtë ajtë. S'ka. S'ta këkush. Këtë tarëmen aty, si ka mas kushë në asë kushë. T'ka mozit e në aty. A nuk e kina i kushëre që jeton aty nga që kush? Jalla, largën. Në dajtë kur bejzaj. Largën ata. Unë s'pa muj, më në dromë. Largë s'pa muj me jithë. E o, gjë qysh jeton të vetë? Dhe më thonë e ki veç një penzi? Veç një penzi. 120 s'ka muj. Bukës dhe vlenë thotë. Po ku e droni? Ku këtë? Struin, po më lypin, po më noni struin. Shpesh më ka noli. Jo më nati, në terë. Më ka nejtë atë shpi, zvitarë më ka një mu se atë shpi që këm posë. E këm posë me letëve. Një shpi e më ka nejtë, më ka një mu që atë shpi më ka nejtë. Dikush prej Zvistrës të ka një mu me ta drejtë shpi? Po, shpien po, a shpia s'hot, ta shpia me onës, shpien më ka nejtë mirë, me kupatil me këtë. Që sa ku ta ka drejtë shpi? Moti ka më ka nejtë, që pa luftës.
Po, ku pa t'ilën ketë. Për jo është nuk e lim, po më në abo ketë tim. Pishë shpëritit, abo viron, s'pota me lim metë. Vete e kollë shpëritin, a? Ka degë, lavi. Ka degë, 2 mota, vazninja, baba, nuna. Ketë ka degë, vetë. Shpëritin te e kollë vetë në shpe? Shpëritin e olë, fa e kam, ma ka folë, kështë ka bo në ikra. Kjo vitinjës të kanoni, po ma ka folë. Ma ka quni unë në tërbesh. Po shpërit i vacër. Se olë, fa, sa mundëzi. Po dronë për duon. O dronë të kanë hypë, se një merë kërqysh. O dojë se një merë. Shka mon një qenë një zeta, s'kam shka boj. A e ka në herë në komunë me ju lypë ndihma ose Po dhe ba qka? një hova, kuna i lypë. Desh që këtë e unë desh komunës, delë bële. Delë që se ke son këtu ajtë. Shmartës për gjesën eqë. A kur po vjenë vakti, shkruj pëtë. E përshkem me në detyrë në karikë. Me shkru, po, valloj kështu është një mënë. Valloj në përsi në përborë, këmë dojnë me lypë. Ka i ujtë nërë. Në përsi në përborë, shka me horë. Zorë, gonë. Valloj shirë, oke, bora, i në kje nërmu. Ka pas njëri ka dhje setën, për trupit më ka lonë. Qëtë ujtë nërmu. Pas intervjisës që realizum në sheshen e vitis me Bacen Naip Misini, në 77 vjeqar që jeton krejtësisht i vetëm, ne erdhëm me e vizitu në shpinë e ti me pas e qysh jeton aj, përveç se nga të regoj se nuk ka gru, nuk ka fmi e as familjar. Hajde një bashkë brenda edhe e shojmë se në qfarë gjendje jeton aj. Baca, mëjna me hi? Qëtu jeton të ja? Po që të pine u gjithë poshtë. Se të u bon veran. A mëjna me hi? Po, më. Qëre që beslim në këmë basë kusërës që i kanë ro. Po. Dhe më thonë qëtu ju në kushte që ti jeton veç vetë. Që flutën se mënon rregi, flutën më vladit po ma koqit me disin. Ja, që tu më la. E të na jep të tha edhe ma herë që nuk ki gru, nuk ki fmi edhe familjar. Ja, që gruën e kom slikët. Dëgosh prej këshive këtu afer nuk vjen me vizitu, me të ndimu, diçka. Kush vjen më shfartja, se kom marrë një bukë, sot, në betinë. Do këtë sa të mura. Edhe këto endë që i ki këtu i lanë veti, pa thënë. Veti i lojë, endë sa me bu, për do të me lojë. Sa është e shtirë për ty me jetu në këto kushte? Sa të shë, që vetë, berë vetë, po mërdhina. S'po mërë gjumë heqë, jëmë një mu të atej, do këzoni, pa bërë jo, e kom që letë në eftimin. Kur që heqë, e le të bislimin kuzëre, kom po që më kanë vrojë. Po, të kush e drejtu, Bacen Naip, të kush e drejtu për këto nevojat e tua? Ai mësuesi ka pas me povat për shtëpia, as e bislimi. Ai mësuesi, e kush e kom pas. Ti e ka marrë, se mbledh ke povore, që ishin bez vizë se i marrë. Po më ka bon që zë keq pa lypit tim, që shpëritin tu. A më nësh me kollë të vetë shpëritin? Po, shka me bon, me shëngjer, her me gazër. Që të pija mitë në tokë. Një s'kam buzë, no? Që s'kam të nërës, 3 kam. A ke bo najher, Bacen Naip, naj kërkis për shumë për me shumë dëm të plegjve? Kom bo, vjetë, par vjetë, e kom që letë në efti moti. Po, se ka më mësurisë. Ku jam bële, i ka mo në viti, do mu jo. Në Sodomin. Po, e se më ka mo në mujës. Se po kësu me avon në shpirë, po javë shpirë, ma mirë. Se rrikë të kutlina, se s'ka kush më qëtë ujë. Vetë a zërë. Tash për tash, a jeti i fort hala për me jetu? Jalla, përsa që 280 shtypja herë ma fëzona, një kësi në 2 kukët, një kësia, shtypja më nënë shumë, o frima. Ka njëherë flutën përshej se në porri zekë. Më nënë zekë shumë. Dhe më thonë the që nuk të kanë pranu ose nuk kanë orë me të këshyrë se ku jeton? Ja.
Ai ka ditë nuk zëna, që ka boti, ka qanikët. Ka orë më ka slimat më njohë. Ai se një mujnë të qënë në kërshit farti. Së më ka një mund kërkëshë. E për duar verë dhe imën që shtu me dollë, 10 cent, 20 cent, 50 cent. Ku gjajqë. A policia së bëllon. Më kanë quen në Ramazan, duna me lypë, një polis më ranë gjëjtë, të më nadi frimën. Pse po delë, Allah më nadi frimën. Më së më berë, pse po delë me lypë. Allah më në frejë. Në gjilonit. Pa qohë sa me ullë. Gjilonit? 120 e ko zonë, Allah duna me lypë, gjësh më ratë, donë boksë, më nadi frimën. A e njohët atë pëllet kush është, atë kalëzoj dikush? Emnin më kalëtuën më smome. Kështë bëhe se emnin jisë, që ka rritë të burgi. Të burgi rjaj, burgos të kështu. Neve puna vjenë shumë keq për jetën që ti e bon këtu, edhe për krejtë njerëzit që nuk këshynë sa të pak tafër këtu që i ki me armet një mund e qëra. Dë baroma kinë shkua për jo. Ska ramet, ka hu për rameti, ka hu për. Ska kur që sot. Ska sot. Qërë. Kam ka zgone që kanë në njetë për njëve. Shpesh shkëjt të të mjësoj. E kojtën. Kanë në shpyrët për njëve. Të në si harroj. Kam të majtë me nuk gjesh këta. Që babën e kam të vlavën të më dikë. Të gëruën. Po. Këti kam. A vazhdojna me këshyre dhe pjesët e tjera që shpes që i këto? Ani. Ku batila këtu. A ki uj a gjana e për këto? Po, kam me stuja, ku për malon një strujnë jo. Po, vëlla. Ti që tu i montesh ato po? Po. Shku me mojtë. Se si a orë kështë, me këshikë. Hajda gjana e dalim jashtë edhe këshyre me prej jashtë shpinë. Atë shpinë e vjetë e këmbojës aty me litë, e kanë prisë. A gjana e, neve po na vjen shumë mirë që të takum krejt rasisht në shesh, edhe po shpresona shumë që përmes kësaj interviste, njerëzit e mirë, njerëzit ba mirë sa kanë me të ndimu sa do pak, që ti me pas një jetës pak ma të mirë, për mu shqy për me jetu. Jëm të ikë në barbuar në përshit të dollë. 7 vjetë të dollë në barbuar. Shka me unë? O dohe, rakje buara ujtë në mund, milicia, shka shpe. Ku me shku, tha, shpyti për lyp me unë? U është azuse, jo i loqet ka lyp në altë, për marë stype, se për frimë. Lojë në altë ka lyp i loqet, së më mirën. Ai s'po të jetë aki e s'ki, 120 euro, ku që s'dolin, po i loqet s'dolin. Këto kërkesat e tua kanë me dëgju krejt shqiptarët që na përcjellin neve në këtë faqe tonë. Asanaj, faleminderit shumë për krejta fjalë që na i tha, edhe shpresojmë që sadopak kena me të ndihmu. Faleminderit, Allah e ndihmoft. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për juve. Dashur miq, kjo ishte intervista me cilën e kemi realizu tash krejt rastësisht prej fillimit të sheshit në viti e deri te shtëpia e Bacës Naip Misine nga Drobeshi. Ishim këtu te shtëpia e tij edhe e pam nga brenda se në çfarë kushte gjendet. E vetmja dëshirë e Bacës Naip Misini ishte që të strehojej në shtëpinë e plegjve. I bëjmë thirrje përmes kësaj interviste nga portalin Terren Halil Kastratit dhe shoqatës e tij Jetimat e Ballkanit që ta marrë Bacën Naip edhe ta strehojë në shtëpinë e plegjve, sepse kushtet e kësaj jetese të Bacës Naip janë ç'njerëzore. Shihemi në storjen e radhës dhe mirëmbëjtje.